konsum energjetik shumë më t'ulët. Vazhdo me patronazhistët ti. Dikur njëri tha, ore këta nuk janë socialistë, janë specialistë, që do me thonë nuk e kanë mendjet e popullit, por si ta maksimizojnë votën me hile, po mendoj se ka drejt e lodhur, shumë e vjetër, shumë. Sa e lodhur është kjo shprehje. Pse se pyet veten njëherë pse ke hyrë në majt piramidës, ke harruar vuajtjet e tua si qytetare, ke bërë akoma më të vështirë jetën, përpiqet të kujtohesh. Unë zgjuar jam para teje dhe mbas teje, që na dish, se kështu ma do puna. Tani unë nuk di që të them, unë di faktet dhe unë di ku është Shqipëria sot, edhe ku e shohin të tjerët Shqipërinë sot. Ata që nuk duan, s'kan për ta parë. Kush nuk do të shohë përsëris është më i verbër se ai që ka probleme me shikimin. Kush nuk do të dëgjoj është më i shurdhët se ai që ka probleme me dëgjimin. Sa mandate vetëm se mëset patronazhistëve po lexon pajs zotin, po këtu nuk unë po kërkoj dhe po lexoj vetëm kush thot fjalën e fundit e kush thot fjalët më të hirta si SMS patronazhi. Po patronazhistët nuk bëjnë njerëz SMS. Patronazhistët nuk janë këtu fare. Patronazhistët janë duke të gjymut ty nga mbrapa se ku je. Janë duke kuptuar se ku je ti. Nuk e kanë fare patronazhistët detyrë të rrinë këtu e të bëjnë SMS-ra, e kupton? Patronazhistët janë në punë, janë në teren. Çfarë do të them? Po me Lulin kur e keni lënë për foto se pyet një shoku im në diasporë. E do me kështu autograf të përbashkët shoku në diasporë. Për foto nuk e di se fizikisht nuk puqemi, po zemrën e kemi të lidhur. Jemi të lidhur me zemrën, kurse kështu fizikisht nuk puqemi me njëri tjetër. Po vetëm se nuk jemi larg syve, larg zemrës. Jemi larg syve edhe syt në zemër. Po në Iraklio kur do vish është kryeqyteti i Kretës, në datën 29 jam në Kretë. Takimin e kanë caktuar në Hania. Nuk e di fare ku është, po kështu më kanë thënë dhe kështu edhe nuk e dia shqiptova tamam madje, dhe kështu do bëj. Do vi atje ku më kanë caktuar. O shoku, po ku e keti gjithë këtë besim se do futemi në BE? Kjo është pyetje me vend dhe pyetje shumë e mirë. E kam gjithë këtë besim sepse për këtë më keni zgjedhur dhe për këtë më paguani që të di arsyet pse e kam besimin. Dhe arsyet pse e kam këtë besim janë ato që mund t'i shohësh edhe ti. Është një situatë e re për Europën. Europa kërkon të zgjerohet. Dhe duhet t'i kesh dëgjuar, nëse si ke dëgjuar, dëgjoj që me vetë gojën e komisioneres së zgjerimit, që ishte edhe këtu në Shqipëri, Europa thot, deri në 2027 duam të mbyllim negociatat me Shqipërinë. Kjo nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Negociata 3 vjet nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Malizi, me cilin ne jemi krah për krah, ka që në 2012 që i ka hapur negociatat. Dhe nuk ka hyrë akoma dhe ne e kemi arritur dhe jemi krah për krah. Dhe ideja është që Shqipëria dhe Malizi të hynë në Bashkimin Evropian. Serbia që i ka hapur negociatat në 2014 është mbrapa nesh tani. Nuk ka shans që të hyjë me këtë mundësinë e parë. Tek mundësia e parë jemi ne dhe Malizi. Në 11 maj ne e ndajmë të punë. Nëse ka një votë plebiscitare për të hyrë në Europë, do t'jetë shumë më e lehtë për ne. Këtë di t'ju them unë juve. Dhe ne mbarojmë negociatat në 2027. Dhe duhet të vrapojmë. Nuk duhet të ndalemi asnjë sekondë, dhe jo më të luhatemi nga do t'i bim. Majt asa djathtë, jo më do t'i bim drejt. Dhe prandaj je i majt, je i djathtë, bjeri drejt, shko drejt.